Mirëmëngjesi dhe përshëndetje të nderuar teleshikues të News 24. I takojmë bashkë si çdo të shtunë këtu në Koha për t'u zgjuar. Le të marrim së pari informacionet që vijnë përmes titujve të gazetave për ditën e sotme, e shtunë 17 qershor 2017. Nisim me gazetën shqiptare, krye artikulli i gazetës. Të përndjekurit kush përfiton këstin e dytë. Financat, kush janë trashëgimtarët që marrin para të 10 ditë kohë për të plotësuar dosjet. Udhëzimi si të verifikoni shumën përkatëse. Emrat, listat me dokumentet që mungojnë në dosje për çdo familje, detajet në brendësi të gazetës. Masakra në Durrës, prokuroria, Dalipa Jedauti rrini në hotelin luksoz me policë. Kryetari i Partisë Demokratike Basha nuk ka koalicion me Edi Ramën pas 25 qershorit. Kreu i Kuvendit, Meta, Ruçi s'do jetë deputet e marrë këshilltar në presidencë. Ndërkohë, lista emërore ATP statusi se cilës pronë në Durrës Vor, Kruj dhe në Shijak. Ngjarja e ditës, seks online te Komuna e Parisit, 6 femra në pranga, zbulohet baza e prostitucionit, arrestohet parukieria dhe klienti nga Kosova. Klientët e huaj dhe shqiptar paguanin deri në 150 euro vetëm për abonimin mujor. Komentet dhe opinionet e gazetës shqiptare për sot nga Sokol Hazizaj, primitivizmi i zgjedhjeve, vijon në faqen 19. Ndërkohë në faqen 20 vijon edhe opinioni i ditës i Mojkom Zeqos me titullin Berezinski dhe liria e rrezikuar e kriticizmit në Shqipëri. Mirë, si çdo fundjavë bashkë me gazetën shqiptare vjen edhe suplementi Bluetooth, i cili është fokusuar kësaj here tek përhyrjet elektorale të artistëve. Zgjedhjet ja si do të votojnë VIP-at shqiptar. Më 25 qershor, Inis Gjoni jam ende pa vendosur, Dorina Meta kam qenë djathtë por votoj Ramën. Këto dhe të tjera do të keni mundësi të lexoni në brendësi të gazetës shqiptare. Vijmë me gazetën Panorama. Krye artikulli, fushat pas pune, Rama thirrje policëve për vota, ministri paralajmëron hyni në burg. Kryeministri, shefi qeverisë u bën thirrje publike punonjësve të policisë së shtetit të mbledhin vota për Partinë Socialiste pas shërbimit, të mos lejojmë rikthimin e hijes së turpit mbi uniformat blu. Ministri Demiraj citon ligjin e policisë së shtetit. Janë të depolitizuar, rrezikojnë 5 vjet burg, policët në monitorim. Reagon opozita dhe LSI. Kryeministri urdhëroi policinë që të vjedh votat, detajet dhe replikat e kësaj deklarate në faqen 4 të politikës së Panoramës. Meta i përgjigjet të Ruçit, Pëllumbi do të ndeshe me fakte të padëshiruara. Flet Ilir Meta, Ruçi nuk del deputet e marrë në presidencë. Kreu i opozitës Basha, biseda 4 minuta me Trump, s'ka qeveri me Edi Ramën. Tabelat me zonat, ulet çmimi biletës për linjat të jashtë Tiranës, shkrimi në faqen 6. Ceremonia e UET, Klubi Filozofisë Russell dhe Liberal Pashko, studentët përtej auditorit. Tiranë, zbulohet shtëpia e seksit online, 6 vajza në pranga. Çudia nga Aurel Plasari, çudia Danucio, pak Shqipëri në Tryezë. Dhe nga Florian Kalaja do të lexoni sërish ligji për statusin në gjykatën kushtetuese. Shohim edhe titujt e suplementit roz Panorama Plus, 2 çifte në luftë për 100 milionët e Big Brother, Angel Shkira, pse nuk po gjej partner? Fotot e modeles që do zëvendësoj Marina Vjollcën, konflikti mes Encës dhe Beatrix. Përfunduam këtu edhe me titujt e gazetës Panorama. Vijmë me gazetën Në Shekull, e cila ka si shkrim të parë lejet e ndërtimit si konvertohet toka në Art Truall. Tarifat për ndërtimet dhe vendimet që japin bashkit, afatet e reja të vendosura përcaktojnë një filtr të ri shqyrtimi. Udhëzimi i ri, një komision i posaçëm do të krijohet nga Ministria e Ekonomisë, e cila do të refuzoj ose miratoj kërkesën. Opinion nga Fluturatshka, më 25 qershor nxjiheni fletën e votimit. Koment nga Zem Parlaku, pushteti dhe djajt e komedisë politike në faqen 9. Parukirja kthe në prostituta klientët Gracka me borxhet, zbulohen 2 rrjetet e shfrytëzimit seks online. Si detyroheshin vajzat të punonin për tutoren? Paguheshin nga 800 dhe 1200 euro. Si kërcënonin me videot intime vajzat që punonin tek Komuna e Parisit. Ndërkohë politika, presidenti i ri, Meta, Rama Basha pakt për puç elektoral.
trafikonin 20 kg kokain pra nga biznesmenit dhe shqiptarve, Greqi. Athanasios Karatzunis, greku që ju sekuestruan 10 kg drogë dhe 100.000 euro. Mediat greke, truri këtij rjeti është biznesmeni fuqishëm i gazit në Shqipëri. Përplasja Demira i Ramës, policët të bëjnë fushat dënohen me burg. Suplementi, Blerina Matraku, muzika depërtoi në shpirtin tim. Këngëtarja flet për arsyet se pse i këndon të gjitha zhanerat të sindikoj familja në karrierë. I Zhvelina, Gea Braha, jeta ime re pas largimit nga ekrani, rrëfimet e saj për dashurit dhe princin e kaltër, buqetet me lule që më sillnin 2 vite rresht, ndjesie veçantë. Sezoni i verës, trendet e reja të kostumeve të plazhit, këshillat që jepen për femrat. Modelja Sara Aziz, sa i flet për rëndësinë që jepet veshjeve e aksesorëve dhe këpucët verore, të jemi sa më natyral. Mirë, këto ishin titujt kryesor të gazetës Shekulli. Do të vijmë me gazetën Mapo, e cila si çdo fundjavë vjen versionin Mapo Weekend, krye artikulli i gazetës. Është lufta finale, Ilir Meta në 5 kohë politike, portreti i pa autorizuar. Ai ka nisur rrugën drejt presidencës, por nuk dihet a do të mbërrijë atje. Kryqëzimi politik i 25 qershorit duket se do të përcaktoj peshën e vërtet LSI dhe fatin e liderit të saj. A është LSI aq e madhe sa të thotë Meta, apo do të mbetet aq e vogël sa synon Rama e Basha, një kthim në kohë nga fillimet si student i dhjetorit në të 5 etapat më të rëndësishme të karrierës së tij politike në 27 vite, dhe ky shkrim është i shoqëruar me karikaturat që Bujar Kapexhiu ka rezervuar pikërisht për Metën gjatë këtyre kohëve dhe gjatë këtyre viteve. Mirë, intervista në zonë lirë, Basha s'do të ketë bashkëqeverisje me Ramën pas së zgjedhjeve. Kryetari i PD-s tha se pavarësisht zërave që qarkullojnë, nuk do të ketë qeveri me Edi Ramën pas këtyre zgjedhjeve. Policët në fushat, ftesa e Ramës, PD LSI reagojnë, ky është skandal. Ju bëj thirrje punonjësve të policisë së shtetit në momentin që lënë uniformën pas punës të përkushtohen për të marrë sa më shumë vota për Partinë Socialiste, që ky apeli i kryeministrit Rama dje në Berat. Gara për bashkinë, Isa Sakja, Kavaja ka qenë, është dhe do të jetë blu. Kandidati i Partisë Demokratike për bashkinë e Kavajës flet në një intervistë për gazetën Mapo rreth sfidës së tij për të kthyer të djathtas bastionin e humbur. Komentet dhe opinionet e gazetës peripatos nga Klementin Mile, 4 provokime nga avokati i djallit Niklas Luman. Nga Rian Çurri, opinion, presidenti i zgjedhur nuk qëndron mbi palët, ai shkel mbi to. Nga Mirela Oktrova në rubrikën Etnokaos do të lexoni çmimi dhe paragjykimi. Dhe nga Ervis Iljaza, editoriali i ditës, debatet politike përfunduan, le të fokusohemi tek ekonomia. Vëmë me rubrikën Mapo letrar, intervista Edison Qeraj, nyja harresës ose amnezia sui generis. Ekzemplar nga Bari Beci, struktura dialektore e Shqipes, qasja e re, shkrim nga doktoresh Mimoza Ahmeti. Ndërkohë në brendësi vjojmë rubrikat letërsia dhe kujtesa nga Luan Starova, kritika nga Yzamedin Feraj, breqenca nga Gimbaçe dhe profil nga Bisej Kapo. Këto ishën e titujt kryesor të gazetës Mapo. Vjem dashmë me gazetën Tema, e cila ka si shkrim të parë, intervista Meta kërcënon se do t'jap dorëheqjen si president. Emrat denoncimi, lista e punësimeve nepotike në bashkinë e Beratit. Ska betim, ska president, 3 skenaret të blokimit të Ilir Metës në më 24 korrik. Bashës i bjet fikët në Vlorë, fushata me foton e Trump, ky burr është frymëzimi. Marrëdhëniet PD LSI, kalimi i Ylberit dhe shkesi Berisha. Antena brenda familjes, Konati shpjegon 2 pikat e forta të programit Shkollat me drek dhe quetin. Zgjedhjet e 2017-s, betejë e egër për një mandat në Korç. Editorial nga Merobaze, kërkoni edhe pak ndjes. Shkrimi nga Skënder Mingjozi, hubja perfekte e Ilir Metës, dhe nga Shpëtim Nazarkos, sekreti Enver Hoxhës për shëndetësinë dhe shkatrimi nga pasardhësit. Mirë të nderuar televizionistë, është moment tashmë të shkëputemi. Artikulli, policët që bëjnë fushat do dënohen deri në 5 vjet burg. Ministri i Brendshëm ka reaguar pas deklaratës së kryeministrit Rama, i cili ftoi policinë të bëjnë fushat pas orarit të shërbimit. Demiraj, do të monitorojmë dhe dëshkojmë rrep policinë e shtetit pasi ajo është depolitizuar dhe i ndalohet me ligj
Pjesëmarrja në aktivitete politike, reagon Pandeli Majko, Rama e kaloi cakun me policinë. Administrata klienteliste, ushtria etniko-partjake Nikolaj Peleshit ka zaptuar 85% zyrave shtetërore dhe shërbimeve publike. Minimumi jetik shtetarët rritën për vete me 40% rroga, dietat, pensionet, ndërsa 1.6 milion shqiptarë jetojnë në varfëri. Flet Luan Rama, pas mitingut madhështor ka nisur gjuetia e shtrigave përmes kontrolleve, por kjo gjë nuk na tremb. Sondazhi i kompanisë italiane, Fondacioni Liri dhe Progres bën publike sondazhin për zgjedhjet e 25 qershorit, ku janë reale të manipuluar dhe pse LSI rezulton forcë e parë në këto zgjedhje. Aktualitet me Sila Doda, fushat me batuta por pa programe. Eni Nacho, politikanët e vjetër dhe timonit të rinjve. Nga Agim Jazaj do të lexoni kanabisi, krimin ndaj shoqërisë civile. Forum Aleancat pas zgjedhore. Ja si shohin politikanët, analistët dhe shoqëria civile koalicionet e mundshme pas zgjedhjeve të 25 qershorit, flasin Milo, Tavo, Ndregjoni dhe Gjoçaj. Suplementi sportiv, Klodian Duro dhe Bjazi kohë e dur për tikur. Taulan Stërmasi, Luiza Gegat, rekordmene kombëtare. Sot në Moskë starton stazhi i botrorit 2018. Suplementi pena shqiptare, profesor doktor Alfred Frashëri, Ermal Frashëri, mësimet e vëllezërve Frashëri janë e aktuale dhe sot. Qerqiz Miftari me librin Gjykoj, testamenti dallëve jetësore që po lë me gjallje poeti, proz nga Kistërmilli, Ibrahim Kadriu, Ullnet Mato, Diana Skrapari dhe Qazim Sheu. Poezit sot nga Dritoro Agolli, Ernest Koliqi, Ali Aslani, Gajqo Veshi, Alberta Bazaj dhe Ferit Lamaj. Opinionet dhe komentet e gazetës Telegraf për sot nga Enver Memisha, shembulli i një shërbestari të Shqipërisë, nga Vjollca Selmani, revolucioni digital dhe lufta anti-korrupsion. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Telegraf. Vjojmë me gazetën Koha Jone, cila ka si shkrim të parë Lulzim Basha kur me Ramën bashkëqeverisje. Pas takimit me presidentin Donald Trump dhe kthimit nga Shtetet e Bashkuara, lideri i opozitës rrëzon çdo mundësi qeverisje me Partinë Socialiste pas 25 qershorit. Ministri i Brendshëm kundër kryeministrit, 1.5 vite burg për policët që marrin pjesë në fushat. Luan Rama, Edi Rama skenar për të vjedhur votat, qëndrimi skandaloz për policinë. Incidenti rënd në Berat, 3 militantë Partisë Socialiste rrahin dhe vendosin pistoletën në kokë kryetarit të LSI-s. Intervista për televizionin grek, Ilir Meta, Rama marrëdhënie të vështira me Greqinë, por edhe me fqinjet e tjerë. Kryeministri Edi Rama në Berat pas punës, policët të mbledhin votat për rilindjen. Ish kryeministri i PS-s, Pandeli Majko, godet Ramën e kaloi cakun. Zgjedhjet kreu SB-u dir, po bëhet presion mbi administratën. Ish trajneri Rëfimi Debjazit, nata që vendosa largimin. Kreu i bashkisë Serion Velia ulet çmimi biletave në autobusin për ish komunat. Këto ishin dhe titujt kryesor të gazetës Koha Jone. Do të vjojmë me gazetën Sot, e cila ka si shkrim të parë vendi drejt krizës presidenciale. Socialistët gati të bllokojnë betimin e Ilir Metës, rrezikon të shkarkohet më 24 korrik. Ilir Meta paralajmëron jap dorëheqjen si president pas 25 qershorit. Strembem nga fantazma e Fatos Nanos, Ruçi nuk e voton dot shkarkimin tim. Edi Rama sulmon LSI nga Berati, bëjmë premtime në hava dhe kërcënojmë palidhje, do ta pastrojmë administratën nga familjarët e tyre. Azizaj dhe Beqiri, nëse PS-PD bojkotojnë ceremoninë e betimit, Meta zbëhet dot president, duhen 71 deputet në seancën e jashtëzakonshme. Fillon pastrimi drejtësisë, parlamenti miraton sot 27 antarët e vetingut, 2 seancat e jashtëzakonshme brenda ditës. Javën e ardhshme hapen dosjet e gjyqtarëve dhe prokurorëve, ja si do të bëhet largimi të korruptuarve dhe arrestimet të VIP. Garda e vjetër, takime anti-Basha në bazë, nis mobilizimin e demokratëve, 10 deg kundër bashkëpunimit PS-PD. Thellojnë tensionet brenda mazhorancës, LSI urdhron bazën të sigurisë sa më shumë vota në Fier për të lënë Ruçin jashtë parlamentit.
Rritet pragu i votave për sigurimin e një deputeti më 25 qershor, ja sa mbështetje u duhen partive në çdo qark. PS më pranë me 71 mandate. Doganat nisin për llogaritjen e kamatave për borxhet e biznesit, ja interesat që do të paguhen gjatë 6 mujorit të dytë. Komentet dhe analizat nga Iqmet Zane, Europa se dëgjon zërin e Çamrisë martirizuar nga terrorizmi grek. Nga Luan Kurti, çfarë do të vendosë vetëvendosja dhe nga Skënder Kapiti do të lexoni Kosova e votoi për një politikë të re dhe për një kryeministër të ri. Përfunduam këtu edhe me titujt e gazetës sot. Mirë, do të shohim tashmë gazetën Rilindja Demokratike, e cila ka si shkrim të parë: kriminale, Rama thirrje policisë për mbledhje votash, bastardët e Ramës po mbledhin kartat në tatime dhe dogana. Demira i paralajmëron drejtorët e policisë për shitblerjen e votës. Alarmi OSB-dir, presion administratës për blerje votash. Rektori i Universitetit të Vlorës fushat për Partinë Socialiste dhe skandal, Plarent Ndreca fshin serverat që heton në prokuroria. Afera me koncesionet 71 milion euro në vit për klientët e Ramës. Skandali përgatitet vjedhja më e madhe për me blerjen e energjisë. Taksa absurde transferimit të pronës dhe 400 euro në vit përfiton çdo familje nga ulja e TVSH-s. Vjoj më tej, s'do të ketë koalicion me Ramën, plani amerikan i Bashës. Kam lidhje të ngushta me shtëpinë e bardhë, takimi me gjigantët e Silicon Valley për të investuar në Shqipëri. Ministria e Arsimit e emrat e 6 zyrtarëve, presion mbi nxënësit, to dhe të tjera i lexoni në brendësi të gazetës Rilindja Demokratike. Një do të shohim tashmë gazetën Integrimi, e cila ka si shkrim të parë intervista për mediat greke. Ilir Meta, LSI Force Parë gëzojnë mbështetjen e gjithë rinisë shqiptare. LSI ka mbështetjen e gjerë dhe të jashtëzakonshme të gjithë rinjve dhe një tashmë si forca e të rinjve si partia e rinisë, gjë që reflektohet në gjithë leadershipin dhe në listat e kandidatëve për deputet. Flet kryebashkiaku i ardhshëm i Kavajës Maksim Kona. Kavaja ka nevojë për një drejtim të ri, ulje taksash dhe vende të reja pune. Intervistë flet liderja e të rinjve Flojda Kërpaçi, koha e rinisë shqiptare është tani, do të votoj për LSI Force Parë. Luan Rama, rasti pa precedent humbjeve të kontrollit, policia është e depolitizuar, deklarata e kryeministrit që policia e shtetit të përfshihet në fushat. Kandidati i LSI-s në qarkun e Vlorës, Flamur Çelej, LSI është alternativa qeverise që do të sjellë ndryshimin e vërtet në Shqipëri. Dhe koment nga Robert Bitri, LSI dhe platforma e saj për zhvillimin e turizmit në Fier. Fondacioni Liri dhe Progres, Libertà e Progreso, sondazhi i kompanisë italiane, LSI do të fitojë zgjedhjet më 25 qershor. Këto ishin dhe titujt kryesor të gazetës Integrimi. Do të shohim gazetën e përjavshme Kushtrim Brezash, editorial të gjithë në votime. Tjetër artikull, Zaho Koka, hero i popullit, shkrimi në faqen 3. Operacioni armik i qershorit dështoi përballë heroizmit partizan. Batalioni partizan të mori përballë nazistëve dhe ballistëve. Masakra gjermano-balliste në prejnisht të Pogradecit. Ballistët linin bukën në Sovër dhe largoheshin nga Afrika kur vinte në fshat qeta partizane Fetira Dovickës. Ndahet nga jeta, veterani i nderuar i luftës antifashiste Kadri Dingu, antar i Komitetit Kombëtar dhe antar i grupit të historianëve studiues, historian i përkushtuar dhe bashkëpunëtor i rregullt i gazetës Kushtrim Brezash. Këto ishin titujt e gazetës Kushtrim Brezash. Do të shohim tashmë gazetën 55, e cila ka si shkrim të parë: fitoria Trump vjen në Shqipëri. Republika e Re s'do të bëj pazare me programin ekonomik që sjell në Shqipëri implementimin e platformës Trump për uljen e taksave, rigjallërimin e ekonomisë dhe rritjen e mirëqenies. Nga qyteti i Beratit, kreu i PD-s u bëri thirrje të gjithë qytetarëve që të mos dëgjojnë zërat për koalicion me kundërshtar politik, pasi Republika e Vjetër po i kërkon dorën Republikës së Re, por si shpërblim do të marrë vetëm grushtin më 25 qershor. Basha nga Vlora ftoi sërish të Ramën në debat publik për t'u ballafaquar me planet ekonomike për 4 vite të ardhshme. Editorial, Nacional Komunizmi Histerik i Ramës si paralajmëruesi katastrofës elektorale, shkrim nga Ilir Nikolla. Garantimi i votës, Ministri Demira i paralajmëron policët do të mbani përgjegjësi. Basha, lideri i vërtet i politikës elitare nga Qamil Gjurezi.
Nga Sejdi Peka, mesazhi amerikan për Shqipërinë. Nga Izet Duraku, udhëtim elektoral me Flamur Hoxhën me shihen e rikthimit tek fitoria. Nga Fluturaq ka opinioni, sheshi i kryeqytetit vepër e kriptofashiste. Brima parkim do t'jepet së shpejti me koncesion. Forum ndahet nga jeta kancelari Helmut Kohl, arkitekti i ribashkimit të Gjermanisë. Nga La Repubblika, nga avjari deri tek armët, alianca historike mes rusëve dhe Damaskut për Mesdeon. Analiza nga New York Times sa do të zhytet Irani në kaos. Dhe dosier nga Kastriot Dervishi, 13.692 personat e larguar nga eksodi i padukshëm komunist, të arratisurit nga Shqipëria në 26 vjet. Përfunduam këtu edhe me titujt e gazetës 55. Mirë, do të shohim tashmë gazetën Panorama Sport, gazeta kryesore sportive në vend. Bajko, lojtarët mos mirënjohës, Debjazi shpëtoi nga stresi, Federata Shqiptare e Futbollit fshihej pas sukseseve të kuqezimeve pasi nuk kemi kampionat. Ish trajneri kombëtares, italiani mbeti vetëm dhe e kuptoi mirë situatën. Ndërkohë, shohim zhvillimet në futbollin shqiptar. Xemaria, trajneri i ri i Tiranës, do të ringjallemi si Juvja. Ish lojtari i Interit Pasonios në stolin bardheblu, sot prezantimi do tentohet ta bazaj për Europën, ikin 2 afrikanë. Skënderbeu, firmos sulmuesi malazez, shkëmbi dose binoplakun në Kosovë. Partizani, Sukaj në formë, zbon të huaj që ishin në provë. Flamurtari, Hoxha e kthehet në Vlorë, më bindi Duro. Gafa, grekët e trajtuan si hero, Federata Shqiptare e Futbollit dhe Tirana e mbyllën Lekbellon në Calceto. Kuksi do Karabecin pret edhe një spanjoll. Ekskluzive kampionët akord me mbrojtësin Alberto Serran ka luajtur me espanjolin. Trajnerët pa punë nga Zakeroni tek Vjali, 20 italian për stolin në Kuqezi. Për 400 milion euro tronditet Reali, Ronaldo do të largohet. Milan, Donnarumma në tribunë urdhër nga presidenti. Gjermania favorite starton Kupa e Konfederatave jashtë sekretet në Rusi. Pra pas kena, Interi bleu Mesin por e ktheu babai. Braziliani Alves tërbon Juven, Dybala duhet të ikë. Këto ishin të titujt kryesor të gazetës Panorama Sport. Themi dhe njerë gazetës shqiptare në fund, ndërruar televizionistët, cila ka si shkrim të partë për ndjekurit kush përfiton këstin e dytë financat, kush janë trashëgimtarët që marrin parat 10 ditë kohë për plotësuar dosjet, udhëzimi, si të verifikoni shumën përkatëse. Masakre në Durrës, prokuroria, Dalipa e Dauti rrini në hotel luksoz me policë. Kryetari PD-s Basha nuk ka koalicion me Edi Ramën pas 25 qershorit. Kreu i Kuvendit Meta Ruçi do të jetë deputet e marrë këshilltar në presidencë. Lista emrore ATP, statusi secilës pronë në Durrës, Vorë, Kruj dhe në Shijak. Seks online të Komuna e Parisit, 6 femra në pranga, zbulohet baza e prostitucionit, arrestohet parukirja dhe klient nga Kosova. Klientët e huaj dhe shqiptar paguanin deri në 150 euro vetëm për abonimin mujor. Opinioni i ditës nga Sokola Ziza e primitivizmi i zgjedhjeve. Nga Mojkom Zeqo, Brezinski dhe liria e rrezikuar e kriticizmit në Shqipëri. Ndërkohë bashkë me gazetën, si çdo fundjavë vjen edhe suplementi Bluetooth, zgjedhjet ja si do të votojnë VIP-at shqiptar më 25 qershor. Inis Gjoni thotë se jam ende pa vendosur. Dorina Meta, kam qenë djathtë, por votoj Ramën. Këto ishin të nderuar televizionistë edhe tituj